Mas një jave ose më shumë, Leonardo po rikthehet me video në kanalin e tij të YouTube-it dhe po rikthehem komplet ndryshe pa lojna. Po rikthehem këtu me histori të frikshme. Më keni kërkuar të bëj video horror, me qënë se më keni kërkuar video horror, unë po i bëj në mes të ditës. Shifa, o ditë për jashta. Pse se kam frikë o vlla. Kam frikë se bëjmë brek, nuk duj që të vi era këtu në shtëpi, pastaj kur ti bëj brekët pi si di them unë shpisje, shiko pashi gjë të frikshme edhe unë e bëna në brek edhe pastaj tani ne do shikojmë këtë historinë e frikshme që tregon për shtëpitë e rënume, lesh për shkak kështu ashtu. Ju e dini se si Leo i bë këto videot e frikshme, kuptoni? Ju e dini se Leo është shumë i ulum, i friksuar, ku di se ç'po them, po yes. A jeni gati për ta parë këtë video? Like edhe subscribe, follow në Instagram poshtë Leonardo dhe hajde të shikojmë këtë video të bukur. Si shtëpia e frikshme, ndoshta është përfolur se është e përndjekur, ose ndoshta një krim i tmerrshëm ka ndodhur në shtëpi. Tani shtëpia e përndjekur e përgjithshme se sa ku dëgjoj unë, edhe është i dorë këtu që po jep shpirt. Shtëpi vite më parë dhe që atëherë është braktisur, normalisht. Wait a minute, çam pan syt më? A kështu braktiset shtëpia? Po si mund ta lësh shtëpinë o vlla me qirin ndet? Po e ditë që shtëpia merr flak më gamor. Kjo nuk quhet shtëpi braktisme, kjo quhet vetvrasje. Normalisht, kur diçka e tmerrshme ndodh në një shtëpi, ajo braktiset, shitet ose kthehet në muze. Tani braktiset, shitet ose kthehet në muze. Wow, okay. I bie që shtëpia ime do kthehet në muze. Let's go! Por ja që disa shtëpi kanë histori aq të frikshme, saqë nuk mund të rishiteshin. Në disa raste, shtëpia ishte aq e frikshme sa duhej të shembej menjëherë. Oh, shefti? Më mirë, e shemin këta, e ble Leo, e ndërto Leo edhe apo jo, prit, vazhdoj, prit, mos tallen, Ku, unë mos më tall, më zë gjumi, o burr, ç'a bëjnë këta kështu? Kjo shtëpi mund të gjendet në Enfield, London, në Mbretërinë e Bashkuar. Në Bosi po na tregove ndodhin. vitet 1970, nëna e vet me Peggy Hodgson dhe 4 fëmijët e saj u transferuan në këtë shtëpi. Por brenda disa javësh pasi u transferuan, 4 fëmijët filluan të dëgjonin tinguj trokitjesh që vinin nga brenda. Hyr! Hyr mër! Ora, gjut ju trokit më po jo, vlla. Mureve. 2 fëmijët që dëgjuan Shi prap. Po hyr mër burr. Ja legek. më shumë këtë ishin Margaret, 13 vjeç, dhe Janet, 11 vjeç. Familja ishte shqetësuar. Fiks ato që jam në moshën e adoleshencës. Ajo që është 11 dhe kjo 13. Fiks mosha e lajthitjes. Do thonë ju që po shikoni video nuk jeni të lajthitur, kupton këta anglezët, jo? Ju jeni tamam, okay? Leo ju do ju. Dhe kështu thirrën policin. Policia mbërriti atje dhe pa një karrige që tundej dhe rëshqiste pa e lëvizur askush dhe gjithashtu dëgjuan të njëjtat zhurma që vinin nga brenda mureve. Më vonë familja dëgjoi zërat. Tani vishin zhurma brenda mureve, deli i bas këtu. Okay. Frikshëm. Ata dëgjuan gjithashtu zhurma të forta trokitje e gjatë natës dhe pan lodra që hidheshin në përdhoma. A karriget janë bë lodra? Që kur karriget e shtëpisë fluturokan edhe u bëkan lodra. Mundem ta di Leo këtë gjë vlla. Wow, okay. Shumë interesante. Unë për vete po jam aq i trembur personalisht sa që ku dëgjoj unë vlla. Imagjino fantazma mbaroi shishën e ujit. Kuptoni? Kush ma pi ujin vlla, mundem ta di, kush e piu këtë shishin e ujit të kush? Nuk e di pse po vërtas, pa hajde. Karriget filluan të ktheheshin përmbys dhe fëmijët ishin tepër të friksuar. Bosi është u bë balerina, cappuccina balerina. Wow! Okay. Edhe një pyetje, pse duhet të jenë këto fotot kështu të çuditshme vlla? Këto fotot fusin me vërtet frikën këtu. Apo kjo është zgju? E di unë se çka ka ndodhur. Kjo ka qenë në gjumë. Ka qenë domethënë me kokën këtej përsipër, duke do të thonë ishte në gjumë nani hap syt kjo shef këtë foton e këtij burrit këtu. Hop. Është trem se ka pa kët. Ka kujtu se është një fantazm, wow, edhe ka kërcyu, edhe mirë që se ka fut tavanit me kokë. Ja, e shikoni, u gjet. Leo detektivi. Për më shumë informacion, kontaktoni poshtë, në komente. Gjatë një periudhe prej 18 muajsh, më shumë se 30 persona e konfirmuan këtë. Këtu përfshiheshin fqinjët, studiuesit dhe gazetarët. Historia u pasqyrua në gazetën Daily Mirror, dhe kjo tërhoqi vëmendjen e BBC-s, të cilët ishin shumë skeptik. Bo. Hajde, ç'os pasa notore. Por në vitin 1978, gjërat filluan të bëheshin edhe më të çuditshme. E çuditshme, a e pat se sa e çuditshme ishte. Qife, kërcimi ishte nga një anë, tani ka shku në anën tjetër. Tentativa parë ishte që mos i bishë motrës sipër. Tentativa e dytë sipër motrës.
Let's go, stil Kama Sutra, WWE! Apo jo? Më të çuditshme. Studiuesit vendosën një kamerë që ndjek lëvizjet brenda dhomës së gjumit të Janet. Ata me të vërtet bën foto të saj duke u ngritur në ajër gjatë natës. Përfundimisht BBC shkoi në shtëpi dhe intervistoi Janet. Damn, bra. Fantazma e ka ngritur Robin në ajër. Po ti thuj më vëlla që nga personi i parë fluturues në botë. Ko themi në Supermani, që nga kjo goca, shife, e shi se i paska syt, e dzeza. Kjo shërbeu për të treguar se Janet kishte qenë e pushtuar. Ashtu siç kishte bërë për shumë muaj, Janet filloi të fliste me një zë të thellë. Oh? No. Who's there? Doctor, What the hell, bro? Qa zëri? Ose me, a ke pi antifriz për mëgjes? First choices here. Ajo e quajti veten Bill Wow. me këtë zë. Përfundimisht, gazetarët gjetën të dhënat e 284 Green Street, ku zbuluan se vite përpara një burr i quajtur Bill e kishte pasur në pronësi këtë shtëpi. Ai kishte vdekur brenda saj në rrethana misterioze. Nuk do të kishte asnjë mënyrë që Janet ta dinte se Bill dikur zotronte këtë shtëpi. Damn, bro. Bosi ka jetu aty, ka vdek aty, po ta ajo shtëpi. Edhe tani qa ndodh që kjo, pas ka marrë, do më thë, Billi është mërë në kësajt. Në thë, shpirti i Billit është mërë në Janet. Wow, okay. Gjithashtu, nuk dihet se si një vajzë adoleshente mund ta bëjë zërin e saj kaq të thellë dhe të trash. Buka është vajzë. Është vajzë, nuk është çun. Unë jam çun, nuk e bëj dot zërin. O me plako. Nuk mund të më vllai, kisha shumë më trash se kjo që bëna unë. Nuk di se si mund ta bëj zërin aq trash. Shumë studiues dhe reporter tepër të respektuar konfirmuan se historia ishte e vërtet. Nuk dihet nëse shtëpia është ende e përndjekur dhe sot e kësaj dite, por njerëzit që jetojnë pranë shtëpisë thonë se janë ende të tmerruar prej saj. Po mirë, kur është shtëpi e tmerruar, kur është shtëpi e pushtuar, pse dreqin duhet të thotë këtu shtëpia e Jezusit? Mundem ta di pse thotë shtëpia e Jezusit. Perdet nuk hapen pothuajse kurrë dhe fjalët shtëpia e Jezusit janë në dritare, në përpjekje për të shmangur çdo shpirt të keq. Familja Hodgson nuk jeton më këtu dhe është e sigurt të thuhet se kjo është një nga shtëpitë më të frikshme në Britani. Damn, duhet me shku me jetu aty. A dini pse? Sepse shkojmë unë me çunat e Kuksit, edhe e kthejmë shtëpi bari. Mani, policia s'futet se s'jam man. Ushtria jo e jo. Veç po na hodhën në një raket po, aty pa asaj e hongëm. Po kështu që nga mirë. Informacion për gjithë çunat që du me marrë shtëpi bari në Angli. Te këto shtëpit me fantazma plako. Si u gjejnë gjë fare se sa ma policisë më fut, okay? Të frikshme, shtëpia e tmerrave. Shtëpia që sapo pam është një nga shtëpitë më të frikshme në Mbretërinë e Bashkuar, por shtëpia e tmerrit thuhet se është shtëpia më e frikshme në Britani. Na e menjëm vlla, ishte 284 apo i shtëpi tjetër? Frikshme sa duhet të fshihej plotësisht nga faqja e dheut. Rruga 25 Cromwell dikur ishte në pronësi të Fred dhe Mary West. Me kalimin e viteve, ky çift mori shumë jetë. Midis 1900 Mori shumë jetë, në ç'kuptim mori shumë jetë plako. Vrau njerëz apo u gjallërua shtëpia? 1973 dhe 1987, çifti mori 12 jetë. I pas ka nxi jetën, vrasër serial vlla, dashka mu bo film. Netflix, bëj një film vlla ta shikoj Leo. Për gati 2 dekada, ata jetuan me zgjidhje të tjerëve si qytetar normal, por në 1000 Ta duken që nga surrati vlla që nga vrasës, më shifet që surrati pas ka ky. Këtë sikur me vërtet pas kanë detyruar, ej zemra dili çik foto. Edhe gruaja vet fytyr mashkulli. Zot na ruaj, çfarë këto për burr? 1994, ajo që bën u zbulua. Fredi mori jetën një prej vajzave të tij dhe shpesh u thoshte fëmijëve të tjerë se do të përfundonin si ajo. Lale, si pas ka qenë Gjak Pirës. Ai thoshte se ajo ishte nën obor dhe ata do t'i bashkoheshin nëse nuk do të bënin siç u thoshte. Më në fund, një nga fëmijët e tyre ja tha këtë policisë. Policia e mori shumë seriozisht dhe gërmoi oborrin e shtëpisë. Poshtë, ata gjetën eshtrat e 9 individëve, duke 9 tjerë! Qa pas ka bot tjetri më vlla, i pas ka nxiterat e jetës. përfshirë eshtrat e vajzës së tyre të zhdukur. Të gjithë ishin aq të friksuar nga kjo shtëpi sa që u shkatërrua nga qyteti dhe u fshi nga faqja e dheut. Kjo ishte për të siguruar që askush nuk mund të merrte asgjë nga shtëpia për ndonjë arsye. Autoritetet nuk dëshironin që kultet të merrnin ndonjë pjesë të shtëpisë, përndryshe mund të ishte përdorur në rituale, dhe gjithashtu nuk donin që dikush të merrte pjesë të shtëpisë dhe ta shiste për të përfituar. Damn, bro.
I pas ka nxi jetën. I pas ka nxi jetën, vlla, i pas ka bo. Wow! Kjo është arsyeja pse sot ka një hendek të madh që mungon në këtë rrugë terrori. Qa e ndeku më zemra, keni bo shëtitore, qa keni bo parka, ku digjon? Shtëpia Sally. Shtëpia Sally është emëruar sipas një vajze që jetonte këtu. Ajo vdiqi gjatë një operacioni që u zhvillua brenda shtëpisë. Operacion brenda në shtëpis, i pas e një nxi jetën, vlla. Por Sally nuk është fantazma e vetme që përndjek këtë shtëpi. Thuaj Oh? se shumë shpirtra qëndrojnë në këtë shtëpi rrënqethse. Në vitin 1992, Tony dhe Deborah Pickman u transferuan atje. Oh, okej. Ata thanë se drita do të ndizeshin dhe fikeshin rastësisht, ndërsa qeni i tyre do të lehte në mënyrë të papritur në dhoma të caktuara. Shiko, pjesa i qenëve është e vërtet. Qenët, do të thonë zakonisht kafshët, e parandjejnë, e kanë ato intuitën parandjejnë se çfarë do ndodhin, kupton? Dhe në qoftë se drita fiket, ndizet, edhe qeni fillon edhe ka sjellje të çuditshme mrena në shtëpisë, bro, merr qeni, merr plaçkat, ik vllai. Bye bye. Si dhe fëmia i tyre shpesh do të fillonte të qante gjatë natës, sikur dikush ta kishte zgjuar. Njëherë Tony madje pa Sally në kuzhinë kur zbriti poshtë gjatë natës, ai skicoi atë që pa dhe ja tregoi fëmijës së një pronari të mëparshëm. Damn, bro, me pa unë këtë gjë me vërtet të merrohem. Fëmia e pronarit të mëparshëm tha më pas se ajo ishte Sally, një shoqe imagjinare që kishte pasur. What? Gjuna vajza vogël pas i këpërlesh. Shtëpia e Monte Cristos. Këtë Monte Cristo e kam gjuar, do thënë emri, se çfarë ka kjo shtëpia vet nuk e di. Kjo shtëpi e ndërtuar në vitin 1885, thuhet se është shtëpia më e përndjekur në Australi. E gjithë familja që fillimisht jetonte në këtë shtëpi ndërroi jetë në mënyra misterioze. What? Një familje ka ik për lesh! Një familje ka ik për lesh prej Monte Cristos. Do thënë, jo Monte Cristos, si i bie. Ka ik për lesh prej shpirtrave në shtëpinë e Monte Cristos. Një djalë u vra nga zjarri, një vajzë ra nga shkallët dhe madje një shërbëtore ra nga balkoni. What? What the hell, bro? Çfarë drejë po dëgjoj? Njëri nga zjarri, tjetri nga shkallët, njëra ra nga balkoni. Djali i sëmur mendërisht i familjes u mbajti mbyllur në një vilë afër shtëpisë, por një ditë ai dhe nëna e tij u gjetën të vdekur brenda Si! vilës, që atëherë shumë njerëz që kanë vazhduar ta zotërojnë këtë shtëpi kanë vdekur, disa nga shkaqe misterioze por të shpjegueshme dhe disave në të vërtetë ju mor jeta brenda shtëpisë, por nuk dihet se nga kush. I kanë zi jetën plako. O vlla, një pyetje, një kështu, ku blihet shtëpia? Kuptoni? A nuk e tregojnë domethënë shiko, te kjo shtëpia vlla ka vdekur kaq veta. Te kjo shtëpia vlla është ky lesh për shej. Kupton, jepet i ciklista vllai. Që mos ta blej unë, jo për gjë, po flas për veten time, ju bëni çfarë doni ju tjerët. Shtëpia e familjes Benders. Në perëndim të SBA-s, dikur kishte një familje që mori jetët e shumë personave. Ata Nxia jetën, tani apo dalim histori të frikshme apo tani po dalim kështu si të vrasim njerëz me pagesë. do t'i fshihnin eshtrat e këtyre njerëzve në një derë në kabinën e tyre me një dhomë. Nëse kjo tingëllon si një pjesë e shkëputur nga një film horror, kjo ndodh sepse një film horror është frymzuar vërtet nga kjo histori. Familja Bender jetonte në Kansas. Familja përbëhej nga John dhe Kate Bender, si dhe fëmijët e tyre të cilët quheshin gjithashtu John dhe Kate. Ata shndërruan kabinën e tyre në dyqan dhe vendqëndrim për vizitorët kalimtar. Dukej si një vend i mrekullueshëm për udhëtarët për të qëndruar, por në fund udhëtarët filluan të zhdukeshin. Përfundimisht, qarqet përreth e kuptuan se çfarë po ndodhte. Të gjithë njerëzit që jetonin në qytetet lokale kërkuan përgjigje dhe menjëherë të gjithë dyshuan për këtë familje. Bo, lale, i pas nxi jetën plako. I pas nxi jetën për zotin. Unë isha polic në këtë rast, për zotin kisha dhënë tërheqje, jo vlla, nuk merr me këtë çështje unë, kuptoni? Ka polica të tjerë plot. Por ata nuk do të vëzhgoheshin ose hetoheshin. Përfundimisht, ata e braktisën shtëpinë. Sapo ata u larguan, prona e tyre u kontrollua, por kur kërkuan brenda kabinës, ata nuk ishin të përgatitur për atë që gjetën. Oh, e çka kanë gjetë? Jam kurioz ta di. Familja Bender kishte marrë të gjitha sendet e tyre personale. Gjithçka që populli i qytetit pa brenda ishte një derë kurthi që ishte gozhduar. Çare? Wait a minute. Ata e hapën dhe në shtëpi gjetën një dhomë të vogël 1.8 metra të thellë. Brenda saj, 11 mbetje u gjetën, por Mos ja fut kot. përveç tyre u gjetën edhe pjesë të tjera trupash gjithashtu. Dhe tani besohet se Benders
morën rreth 20 jetë. 20 jetë! Nuk dihet se për ku u larguan ata dhe u vendos një shpërblim për çdo informacion rreth tyre, por ky ka ngelur një çmim që askush nuk e ka pretenduar kurrë. Damn. Wow. Mjaft për sot, nuk du të gjoj më. Është me vërtet çuditshme si që shtek, por yes. Për veten time nuk di çfarë them. Jam pa llafe, shikoni edhe vet, jam pa llafe, jam pa fjalë, jam zero tani. Po puno truri, nuk di se sa të komentojnë më. E nisa domethënë të komentuar ashtu kështu, po jo vlla. Tani kur tjerë largohen, futet policia në lojë. Futet policia në lojë dhe policia mos japi dum, policia mos bëj gjë vlla. Ka marrë si muhabet ky. Por në qoftë se doni përsëri video të tilla, madje këtë video më çojini mbi 200 ose mbi 300 like, edhe më bëni follow në Instagram edhe më dërgoni që të gjithë, duhet më keni bërë follow në Instagram, më dërgoni që të gjithë historitë tuaja më të frikshme. Edhe unë do ja lexojmë, domethënë historitë tuaja, do ja bëj video. Në qoftë se ju dërgoni shumë, i bëj domethënë part 1, part 2, okay? Siç e kam bërë një video duke lexuar historitë tuaja, për shkak se ju e pëlqyet edhe prandaj kush po e shef deri në këtë minutë videon, më dërgoni që të gjithë historitë tuaja në Instagramin tim, më dërgoni me mesazh aty dhe Leonardo ka për të bërë video. Prandaj sa më shumë like edhe subscribe, follow Leonardo në Instagram dhe shihemi në videon tjetër. Bye bye.